As i kemi shqit, as i kemi falë. Na kanë për zonë. Përshëndetje me shtetë e Kolinda, mirë se po takomi edhe këtë javë. Kësaj radhe kemi një personazh tepër simpatik, jemi në fshatin Sopi, kemi ardhur në shtëpinë e Mustaf Berishës, një më shumë i cili në fakt i kam taku më herët në qytetin e Soharekës edhe më ka thonë që të mirëpres në shtëpi kurdo që vjen për emision, kështu që unë me nxitsprita edhe erdha. Faleminderit shumë që na ke mirëpritur në shtëpinë tënde. Ju falenderoj gjithë dhe ju që keni pas guxim më ardhur. Edhe çdo shqiptar unë e presi. Pa më parasysh, vetëm është shqiptar unë e presi këtu kushdo marr. Tash kur jemi tek fshati Sopi, mund tregove që ke vendlindje edhe që 140 vjet jeni vendos këtu si banor. Tregona pak se qysh ka ardhur deri te vendosja në këtë fshat edhe se qysh është sot fshati. Po tash na nuk shkruajmë që aty gabimi më i madh jote na shqiptarët. Sebeb që ata na kanë treguar babgjyshi. Me 1878 jemi shpërngul për fshatit Konjush. Edhe kemi ardhur, një familje është në fshatin Derbesh, afër Vitis, na kemi ardhur këtu se ata kanë vështirë me jetue. A di që 65 antar jemi konë atjene. Afër 200 hektar janë tokë atjene. Se janë dy konjusha e poshtër edhe je për nejmi konë teprës. As i kemi shqit, as i kemi falë. Na kanë për zonë. Me forcë, sa kanë pas armatim, kanë qindru, su ku na këtu. Kur kishëm armatim, qindrojshim. Po të dikuj o sësër ati, 53 kanë met viktima atjene. Dashtu i heroj, dash ka dush kanë met pisht. 16 kemi ikë, 8 kanë met në fshatin Derbesh, 8 kemi arë në ashtu në komunë Soharek. Jemi konë me një fshat pak në Rëgovnja një vjetë, në Gafs, po të ne kemi arë në fshatin Sopi.